kuptoj. Jo, se s'kish në sasoda. Shesh në përshohë. Sa e bukur që është fjala Po, odë. po. Fjala odë. Otmise. Alaj përdorim otmise. Otmise. Është shumë e bukur. Po. Ndryshe Po ku janë që tani s'ka më? Kam tek, më s'ka një njerëzit që tani bo njerëzit më ngur një tjetrin. S'ka më. Shumë ndo? Po. Me të posë atajt ma me të shkeli me kom tapin e në më. Me të zgjatë dorën për se vabë zotit. Së një mund kush, kërkush. Si u prit martesa e parë? Ti si njohe bashkëshortin e parë? Me shkus. Me shkus? Po, me shkus, burri motrës. Burri motrës ta njohe? Ka motrën atje, ajo motra i tha si, shështë shta, më paon mu, të keshte motra, unë të pnate, më fasule, të pnate. Ti doje të martohesh në të vërtet, apo? Për kishë moshën, më ta ma moshën. Kënë dakord, prindrit, vlaznit, ishëm në të moshën për mu martuve. Okej, vlaznit e vendosni Po, e të vendosni, martohesh atje. po, baba, po. Baba dhe nona? Po. Të kishin thënë ata që të ka ardhur koha të martohesh? Po. Të kishin thënë? Unë nuk ngjosh, nuk kishëm qefen e pak, një 23, 24. Gjeni moshën 25, nuk ishëm dakord, ma shkurt. Vërtet, Po, gjeni moshën 25. Po, atëhere, nuk më gjupë. Pse mendon ti që deri në moshën 25? Pa t'jesh e qekurt, ti kur të shkosh a gjithë dere huj ti dish punët së në gransh prej zhumit se e reje, të finjët ki ishte ato regullat. E në unë ishëm plus ishe qekë, plus ishëm. Se që ta shtaj 15, shanë 15 shkoj, se shkoj, më thu du me shko të burri, 15, 14. Shkoj të burri 14 Po, thonë që ta shtaj cacat. Cacat? Kejt gocat. A, gocat? Po, kejt gocat tani thonë, shkëm të burri që të shtaj. 15-16 vjeç? Po. Jo, Po, ke parti këtë? Jo, se si kam pa, unë pe kam pa në televizor. Jo, tani martohen 30. Jo, rrallë në një se rrajnë, se dënë me rrallë. Jo, se shkon banë shkollën. Banë shkollën e nësë shkollë. Kërse këtë si s'banë shkollë, thonë do të martohen. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.